përgatitur me zemrën e tij dhe me shpirtin e tij dhe me trupin e tij të ballafaqohet me problemet që mund të na ndodhin neve të gjithëve dhe janë probleme të lloj-llojshme. E dyta, do më thonë e para ishte besimi i drejtë dhe i sinqert në Allahun subhanahu wa taala. Dhe secili musliman që është i drejtë dhe i sinqert në besimin e tij ndaj Allahut fuqiplot, do më thonë Allahu e hap gjoksin e tij dhe e forcon për të përballuar me lloj-llojshmëri të problemeve. Shkaku i dytë që e hap gjoksin e muslimanit dhe e përgatit për çdo lloj problemi është dhikrullah, përmendja Allahut fuqiplot. Allahu dhe leshanu thot: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub", a nuk është e vërtetë se me përmendjen e Allahut fuqiplot rehatohen, stabilizohen zemrat? Kur themi gjoksi, nuk kuptojmë zemrën. A nuk është e vërtetë se me përmendjen e Allahut fuqiplot stabilizohen dhe rahatohen zemrat? Wadhakirin Allah kathiran wadhakirat, ata që e përmendin Allahun shumë prej burrave, wadhakirat edhe prej grave. E kundërta e kësaj është ata që nuk e përmendin Allahun dhe e kundërshtojnë Allahun. Ata zemra janë të ngurta, janë të forta, janë siguri. Ne musliman zguzojmë me po zemrën ngurtë. Por duhet me po zemrat e buta. E zemra e but falë, pastaj. Zemra e but këshillon, zemra e but e pranon edhe të mirën që ta ka bo dikush, mirë po edhe të ligën që ta ka bo dikush. Zemra e but falë. Zemra e but, du me thonë lloj-llojshmëri, mëshiron, kështu më radhë. Mirë, duke pas parasysh që njerëzit janë lloj-llojshmëri, nuk janë njësoj. Kemi prej tyre që knaqen me haram, knaqen me gabime, knaqen me probleme, knaqen duke ju hinër hak tjerëve me padrejtësi kështu më radhë. Edhe kemi njerëz që knaqësia e tyre është kur bëjmë vepra të mira, kur kanë një jetë mirë, kur obligimet e Zotit të qenë vend, kur obligimet kombëtare që në vend, kur obligimet familjare që në vend, kur obligimet që i ipën nga lagje, nga farefisi, nga shok që në vend e kështu më radhë. Të ndërsa vëllezër, dhe më thonë për me pas një zemër stabile, të rahatshme, kushti i parë ishte besimi sinqert dhe i fortë ndaj Allahut. E dyta përmendja Allahut, e treta është ar-ridha bil qada wal qadar. Çka i vjen shtyp? Me qenë i kënaqur me atë që Allah e ka caktuar për ti dhe për mua. Që ndonjëherë ne me këtë çështje nuk dim dhe të ballafaqohemi mirë. Allahu thot: "Inna kulle shay'in khalaqnahu biqadar", në gjithë shka kemi krijuar me caktim. Do më thonë të gjithë ata që jemi në xhami dhe ata që nuk janë në për xhamia tjera, dhe secili njeri në botë, kudo që është, musliman, jo musliman, i vogël i madh, mashkull apo femër, gjithë shka që lëviz edhe që do të lëviz është e caktuar të Allahu, me nuk e di. "Wama amruna illa wahidatan kalamhin bil basar", dhe urdhëri janë, thot Allahu fuqiplot, është sikur se hapja dhe mbyllja e syrit. A njeriu sa herë ditë syri lëviz, pa dashjen tonë, syri ashtu është.
si të heton diçka, mbyllet vetë. Dhe më thonë, Allahu dhe Leshanu këtë punë e cakton dhe e ka caktu për në njëhem hapje dhe mbyllë e sirën, për Allahu në asë gjanë është. Por ne mundet me qenë pak punë e komplikume dhe e zërshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'lamu anna ma asabak, dhe ta dish ti dhe unë sa ajo që të ka ndodhur, lam yakun li yukhti'ak, nuk ka pas shansa me të gabu. Kënë fondën herë me mos të kisha qenë aty. Ja, kjo gabim. Mos të kishe qenë aty, nuk kishë ndodhë aty, po të kishë ndodhë atje ku të ishe dikun vend, dikun tjetër. Se ajo që të ka ndodhë në atë vend, pa tjetër ti o dash me qenë aty. Se ajo që të ka ndodhë ti dhe mu, nuk ka mundësi me Zotin me gabu. Por atë shkak, mos zgudzim filozofojmë ne, mos kisha shku. Jo, pa tjetër të dosh me shku. Dhe wama akhta'ake lem yakun li yusibak. Ajo që nuk të ka ndodhë, nuk e ka pas me të ndodhë. Për shembull, nuk ke shku. A ditë ti s'ke shku atje ku ka ndodhë e problemi, edhe thu alhamdulillah. Edhe thu valla unë i menqër se të kisha shku jaja, gabimo. Jo, hitë si i menqër, as të jasun. Po Allahu Gjeleshanu nuk e ka shkruajt dhe nuk e ka caktuar dhe ti me qenë ati. Po ki me qenë dikun tjetër. Kur të vjen caktimi dhe sekundi, hiç mos i gaj, dhe njëherë kur të thot diçka, shko. Jam të folë për kader, jam të folë për punë që ne i kemi ndodhë. Se ka disa punë që ne i kemi ndodhë. Shemë, mos u falë, ti s'falish. Edhe Allah e ka caktu mos më falë, ja. Zotë e ka caktu mos me kri fakultet, gabim. Jo, Zotë e ka caktu ti me mësu, po ti s'ke dashtë. Unë jam duke folë për caktimin që se kemi në ndorë. Vdekja, sëmundja, problemet e lloj-llojshme, që si kemi ndorë ne. I godë absolutisht Allahu subhanahu wa ta'ala ndorë. Ndërshëm vëzër, du të tregoj një histori të Urva ibn Zubair, radiallahu anhu. Ai ka pas një problem me këmbën. I ka dhim shumë këmba, edhe mjekët asaj kohe i kanë thonë duhet me ta prej. Nuk është çështje e lehta. Inshallah nuk na sprovon. Do më thonë vetë mja dorëzu këmbën doktorit, me thonë prej. Inshallah Zoti nuk na sprovon. Mirë po, ajo kohë dhe tash ka dallim. Pse se tash ta japin një infuzione, një injekcion, diçka dhe ta presin këmbën, ta shërojnë edhe nuk e heton. Të vëndojnë gjomë. Kur zgjohësh, kanë shku 24 ora, 28 ora. Nuk e di çka ka ndodhur. Mirë po në atë kohë i kanë thonë disa mjekë. Shumë interesant me mu, i kanë thonë, me thonë pak alkohol, me pi, se alkoholi pastaj ta mundson mos me e hetu dhimbjen. Nuk ke dhimbje, nuk e shijon dhimbjen. Jo, Urvja thot, jo, nuk pranoj kështu, po unë ka më nisë, thot, mu falë, unë do të filloj të falem, e duke u falë, unë e ju e krini atë, qka e dini ju, si mjek. Edhe Urvja nisë lidhet me Zotin, edhe ata fillojnë atë operacionin, me ja prej këmbën, mirë po nga dhimbja e madhe, i bjen të fikët e humë vedijen. A e zgjatë një kohë, krijet e jo, ja presin këmbën, pastaj ja mbolojnë me ata mjekë që e ditë, edhe kur i zgjohet, kur i
fehet në këtë dynjan, të themi kështu, zgjohet nga xhumi, edhe dikush i thot tash një lajm tjetër. I thot devja e khalifës, devja e kryetarit shtetit, rasisht i ka ra djalit tanë të voglit dhe e ka mbyt në vend. Para mendoj, dhe më thonë, ja prejnë këmbën, tash lajmi ende ma i keq. Mirë po, qka tha Urvja? Tash, se cili prej neve, jo që ne s'jemi të sprovu. Ka burë këto që me na tregu sprovën në tërqethemi. Po ndoshta mundët mos me qenë këtu, po dikun tjetër. Dhe tha Urvja, Allahume leke elhamd, o Zot, ti të takon falëndërimi. Atë që e ke marë, ti na ke dhanë. Tash, dhe me thonë, njeriu kur do me je lehtësu vetës, ja ban edhe letë. Thot, atë që na ke marë, ti na ke dhanë. Thot, si cilën herë që na ke sprovu me dhimbje, pastaj ka ardhur kohë dhe na ke shëru. Thot, mi ke dhanë 4 djemë, ma ke marë 1. Mi ke dhanë shumë pjesë trupit, e ma ke marë 1 pjesë trupit. Edhe para qka këti takon falënderimi, dhe unë jam i knaqër me atë që ti si Zot je i knaqër. Nëse ti je i knaqër me atë që më ka ndodhur mu, edhe unë jam i knaqër me atë që e ke caktuar për mu. Ne si njerëz, posaçërisht si musliman, duhet me qenë përgatitur për lloj problem. Ne jo që s'jemi të përgatitur, se edhe ne problemet që kemi pas në këta troje, në aspektin fetar, në aspektin kombëtar, në lloj aspektit. Që sot elhamdulillah mirë jemi, po. Se kemi luftu, kemi bon durime, jemi mundua, kemi sakrifiku sa ka pas nevojë. Ndoshta jo unë, ama ju, dikush po. Dikush po. E tash secili prej nesh ka sakrifiku diçka. Ama secilin e ka kaplu ajo që Allahu Gjeleshanuhu e ka para pa për ne me na sprovu. Të ndërshëm vëllezër, e katërta, nëse duam të jemi të fortë, do më thonë e para ishtë besimi i sinqert dhe Allahut, e dita përmendja Allahut, e tretat besimi në atë që e ka caktuar Allahu, dhe mos zban me filozofu nga çështje. E katërta, largimi nga mëkatet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bën lutje ka thonë kështu: "Wa naqini min adh-dhunub wal khataya", o Zot, më pastro dhe më largo nga gabimet e mia, kema yunqa ath-thawbu al-abyad min ad-danas, sigur që e pastrojmë në teshën e bardh nga papastërtia, ashtu më pastro mua nga mëkatet. Mos secili prej nesh duhet me lut Allahun subhanahu wa taala dhe me thonë: o Zot, na pastro nga gabimet, mëkatet, sigur që ne, këti kur e kemi këmishën e bardh, pak ma shumë ja vëndojmë mendje, se lambi ma shumë duket. Edhe këmisha me ngjira. Këmishën me ngjira e çon 3-4 ditë. Ama të bardhën, posaçërisht tash verës, 2-3 orë, 5 orë, ma shumë një ditë edhe duhet me ndru. Pse se e shef që është bon e papastër. E pesta, knatësia më atë që Allahu na ka dhënë. Tash ne të gjithë nuk mund të jemi njësoj. Ne mund të punojmë të gjithë njësoj. Interesant. 2-3 vetë një punë e bëjmë, ama njëri prap ma miri ka punë. Të trejna me një fabrikë. Ai në fund del plus 100 euro, unë e ti minus 200. Hajde spjegoj e tash matematikë. Pse se secili prej nesh duhet me qenë i kënaqur me atë që Allahu na ka dhënë.
Ama disa punë janë dorën tonë. Shembull, kur ne si njerëz kemi marrë parë dhe të holla më shumë. Tasha para 30 viteve, ndoshta tash marrim më shumë. Mirë po, hiperargjime kemi në tash, shumë qefe. Tash valla vaj, i ka punë të më mirë, unë e më keq. Nuk ban mujtojt këtë aspekt, po duhet me thonë o Zot, falënderit për atë që na ke dhënë. Se ndoshta ndonjëherë nuk e meritojmë edhe atë që e kemi. Por nuk ban me qenë xhelos dhe inatçor dhe ziliqar ndaj asaj që dikush tjetër e ka. Por duhet me bë dua për ata që kanë, me thonë o Zot, hapja zemrën atyre që t'japin zeqate, sadaka, edhe të ndihmojnë edhe tjerë. Ama me minat, valla unë s'kam inshallah dhe ai humb, kjo nuk kanë rregull, nuk kanë prej Islamit. Mirë, në tash paret ku i harxojmë? Edhe për para këto pleçnit e tonë, i kanë harxhu vetëm në familje. Në tash, çka si marrim më shumë? Atë ditë që e marrim rrogën, 5.000 dinar, 6.000 dinar, 7.000 dinar telefonit, Facebookit, Instagramit. Po, krejt. Dikush 1.000, dikush 2.000, 3.000, ama dikush thot unë veç 1.000 dinar, pa ti për vetë i pagull. Baba jot 1.000 dinar, nana 1.000, dy djem ka 1.000, motra 1.000, 5.000. Nuk ka familje, ka plovikun atë këtë. A mund me dhe pat me jetu, mundi me më tash. Koha ka arë që, valla, që tash e dit, dhe njëherë mare se me pas mundësi ta nxjerrë telefonin pak të hi Facebook tash atë çka ka trej. Çka i vjen kjo? Atë shumë të lidhur jena me telefona, me këtë botën virtuale që secili me pas mundësi edhe tu fal. Sëm pas ka shkujt kur kush mirë kanam. Edhe e pagujmë, vetë e pagujmë. E mos të folim për harxhime tjera sekundare që ne harxojmë, as gjanë dobi s'kemi. E që këto tjerë që neve nga kanë eduku deri tash, këto s'kanë harxhu pa lidhje si kënë e trit. Unë me keqari dhe thama, ma ne disi nuk kemi në rregull sa duhet dhe si duhet. Të ndërshëm vëzër dhe e fundit, rrini me njerëzit mirë. Nëse ju ban vakime ndajt me njerëzit problematik, të lik, thirrni në fej, thirrni në veprat mira dhe mundoni të largoni nga veprat e liga. Inshallah Allah na uzon edhe të gjithëve së bashku në xhenet nacional. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.